Punëtorët në Gjermani mund të marrin nga 1.000 euro pa taksa në emër të krizës dhe rritjes së çmimeve të karburanteve. Kështu ka vendosur qeveria gjermane, por ky vendim ka shkaktuar edhe kritika bukur të shumta. E një prej kritikave ka qenë se pagesa e këtyre ndihmave mund të bëhej vetëm deri në fund të vitit 2026, që është një kohë tepër e shkurtër për kompanitë dhe punëdhënësit. Ndaj, qeveria gjermane ka vendosur sot që të zgjas këtë afat për pagesat e këtyre ndihmave deri me 30 qershor 2027, pra edhe për 6 muaj të tjerë. Këto ndihma jepen pra pa taksa për punëtorët dhe janë para enkas, apo dhe për punëmarrësit, siç thuhet, sepse mund t'i paguajnë jo vetëm kompanitë, por edhe punëdhënësit e tjerë, pra edhe institucionet e shtetit. Por një problem tjetër është që këto ndihma janë vullnetare, që do thotë se punëdhënësit nuk janë të obliguar t'i paguajnë këto ndihma për punëtorët e tyre. Qeveria megjithatë shpreson që shumë kompani do të vendosin të ndihmojnë punëtorët e tyre për shkak të krizës dhe për shkak të çmimeve të karburanteve, dhe si shembull përmend edhe ato ndihmat e famshme prej 3.000 euro sa kanë marrë shumë punëtorë në kohën e pandemisë korona. E di që edhe për këto para ka pasur shumë ankesa, por sipas të dhënave zyrtare, në kohën e pandemisë rreth 85% e punëtorëve kanë marrë deri në 3.000 euro për shkak të inflacionit dhe rritjes së çmimeve në atë kohë. Por të kthehemi tek ndihmat e tanishme. Kompanitë dhe punëdhënësit kanë të drejtë pra të paguajnë deri në 1.000 euro pa taksa për punëtorët e tyre në emër të rritjes së çmimeve të karburanteve. Kjo pagesë është vullnetare, por tani është zgjatur afati deri me 30 qershor të vitit 2027 dhe shpresojmë shumë që kompanitë dhe punëdhënësit do ta gjejnë mundësinë për të ndihmuar bashkëpunëtorët e tyre, për të ndihmuar punëtorët e tyre. Por siç e thash, pagesat nuk janë të obligueshme. Ju me siguri që mund të kërkoni nga punëdhënësit tuaj, mund të interesoheni a do t'i merrni këto para apo jo. Nuk e di, unë për vete me siguri që do të interesohem edhe për vete, po ju çfarë mendoni? A jeni optimist se punëdhënësit vërtet do të paguajnë këto 1.000 euro ndihma shtesë? Nëse doni mund të më shkruani këtu në video dhe mund të komentojmë së bashku, sepse siç ju thash edhe unë vetë jam i interesuar për këto ndihma që ofrojnë kompanitë dhe punëdhënësit. Faleminderit që jeni me mua dhe mos harroni ta shpërndani këtë video sepse mua më duket interesant, pra shpresojmë që shumë punëtorë të marrin këto ndihma. Faleminderit dhe mirupafshim.